Yes, thank you. Thank you. Yes, thank you. Do të thonë e morëm menun me pjatë kryesore, me pije, sallatë, dezert dhe kafe në fund për vetëm 12 euro. Shumë ma lirë se ke neve. Osta po sot. Na bëft mirë Bata. Patë që është larë në për ujrat e Lisbon. Po, ashtu patë na ka dhënë. Sot, do me thonë në ditën tonë të dytë, erdhëm në Belem, ku pam fillimisht towerin e Belemit, apo kullën e Belemit, e cila u ndërtuar rreth viteve 1500 dhe ishte një kull defanzive. Gjithashtu, pas asaj vazhduam ecëm drejt këtu në monumentin e Discovery's, që i bie tjetë zbulimeve. Do me thonë kjo këtu, kjo pjesa këtu ja ku jemi tani, kemi marrë një kafe këtu. Ç'mund na thuash e don për ambientin, për kohën? Për ambientin, për kohën, domethënë siç e shifnin e vet, ka mjaft erë. Koha sot nuk na mbajti, po neve Ka mjaft deshta që doni të pishti. po domethënë mua fizurën sot ma ka prish pagës, edhe pse mundova shumë, mjaft shumë ta rregulloj sot, po era ma prish. E të paktën Edi thotën që shumë ma bukur ma bon duket era Prishtin, po, për ndryshe e ashtu quajtura Kaçutk. Ja, domethënë edhe një side profile të Kaçutkës, ja pjanës tjetër, si duket. Edhe neve po shijojmë kafen, mos na marrë era. Shifemi në hapin e radhës. Tani do shkojmë ke Hieronymos Monastery, që është ajo atje. Dhe kjo është, tu është parku, një fontanë me një shqiponjë. Si duket shqiponja, Fatmir? Shqiponja është 2 krenare, si varsja i Miliçaf, edhe flamuri jon kombëtar. Po. A e don? Po. Ja ku është edhe ai Rosak po aty. Po. Me 3 Rosak të vegjël. Laje kryqësi rosa. Laje kryqësi rosa. O sa bukur po pëlqen goca. Koha nuk na ka mbajtur, bie një shi lek tani edhe fryn shumë erë. Mirë po neve do kënaqemi, do ta shikojmë monasterin, pastaj do shkojmë në kështjellën e Lisbonit dhe do shkojmë të pushojmë pak në apartament dhe pastaj të vazhdojmë piraterinë tonë. Piratët e Lisbonit. Po. Piratët e Lisbonit vazhdojnë nga ora 10, domethënë, në kryeqytet. Tani erdhëm ta provojmë dhe këtë ëmbëlsirën e famshme, Pastisses de Belem. Tu, por domethënë pritja shumë e madhe. Kjo do t'jetë disa turistë gjermanë na sugjeruan që të vinim këtu, pasi këta e bënin këtë ëmbëlsirën më të mirë në Lisbon dhe në bashkë këtu në Belem. Shikoni çfarë pritje. Te kolona vazhdon brenda gjithashtu. Duke pritur radhën për ne në fast counter. Duket që e doni do paguaj më shumë se ç'duhet, sepse këtu nuk presin njerëzit kot. Do të bëj një foto me këtë piratin. Kjo është pirati ke Peter Pani, Fatmir. Që ku e prekën atë? Oni shoku jon na mor Pastisses de Belem. Çfarë shkruan e do na shpjegoj më shumë për 1837. Box of freshly packed Pastisses de Belem. Kjo Pastisses de Belem është një ëmbëlsirë lokale të Lisbonit të Portugalisë, që nuk e di çfarë ka brenda, po ka Tani do të bëjnë hapjen e madhe. Po, tani është hapja e madhe. Hajde ta lexojmë këtë. Kjo është pak historia e kompanisë që kanë bërë. Edhe
Ta provoj me donë. Do ta provojmë, do ta provojmë. 3 copa more, ashtu? 3 copa. Ka sa ishim të tregojmë 1 euro e gjys. Një euro e E 60 cent. Do ta nderojmë çift Fatmirin. Apo 2 ka. Po dhe 2 ka. Ta marrun një? Hajde marr. 2 dhe ka, Me don. Mo ke shpreh në një gjë të çuditshme me dorën. Baj kamerën më larg pak. Çfarë gjë e çuditshme të kjo çeko? Po, si ka shkavall duket kjo ama e ëmbëla. Më ndyshe kemi ene sheqerën Kimet ti bando pak. Babe më kamerën. Ti dukemi të drejt. Salut. Salut. Shumë e lezitshme qoka. Çfarë është? Çfarë është? Apo si më? Fugni pak, fugni. Kjo është sheqer I blu. Po në më mua dalë. Si më shumë pak. Me cimet që ka shumë e lezitshme. Shumë e lezitshme. Ëmbëlsira ishte shumë e mrekullueshme ishte ëmbëlsira. Tani do presim autobusin për në që nga qendra, me 729. Shikohemi më vonë. Çfarë është e Fatme? Italian. E çara italianka? Është e bukur, simpatik. E bukur, simpatike, ha? E këshu njohën e qarë. Ku e di çfarë? Fatmilia do tonë, italianka të tonë. Si duke transporti publik në Portugali, në Lisbon, më saktë? Transporti publik është mirë, super, është pak I shtrenjtë, është pak më I shtrenjtë se sa Çeprisja. Bolti ma I shtrenjtë, ma I lirë është. Bolti dedikuar me. Po. Ama nuk e di sa pagova me kartë. Se si shef. Se s'më ka ardhën. E pate papare. Po, jo të Po e veje. tipish pa pare I. Në Spanjë kur pagova, më erdhen pas 3-4 ditëve. Kemi edhe këtu të përpara. Si? Mund. Atë ka aplikacioni, ne u pastroj. Po të erdhen më shumë, ti që është ti, po të erdhen më pak. Po pejtë se me njërë të dilën atë ka. Mund të të pejta. Ama çfarë është ato? Desha tom që në Barcelonë kur isha, ku e t'unë zhbosht, veç është I pësha jeshile dite, unë dësha une. Mase ato do smet ka erdhen, do fatura erdhen, do fatura se erdhen, një zotë të bëhet. Ama kështu në përgjithësi më mirë është, domethënë atë dëm për destinacionin, atë do ta them. Do shkojmë në Green Street tani. Pink Street ishim rom natën, do shkojmë Green Street. Kjo është për më mirë. Me qëllime të mira shkojmë në Green Street. Për në Pink Street qëllimet më mira kështu. Po qëllime të mira. Për herë neve nuk kemi me qëllime të këqija, ne jemi për herë me qëllime të mira. Ne jemi çuna të mirë. Djem të mirë, po. Sot për endo kemi argju gjithë nga 20 euro, kemi ongë, 2 kafe kemi pëj, birë kemi pëj, ëmbëlsirë kemi ongë, 2 ëmbëlsira kemi ongën. Kafe kemi të gjithë. Po, do me thonë standardi nuk është shumë I lartë, do me thonë. Mund vish të pushojsh edhe mos shpenzojsh shumë. Nuk është nga ato qytetet europiane, apo kryeqytetet europiane ku shpenzohet pa mas. Po dhe ne jemi pak kompraca, jo që për gjë, po atë që kemi në kushtë. Jo. Kishim kushtin e ma të forta, zdërrishim bëjmë vloga. Salut. Salut. Salut nga Valentino. Salut. Fatmiri. Salut. Te që ishe? Smarrota jo skena me shklavin fund. Tila s'ke? Skena che ai Airbnb.
Kuricita çorapi. E unë i thosha ta ndrojë krevetin, a? Sa bukur kjo pjesa kështu. Çfarë arkitekture interesante, me ploça o kjo? E bome. Si mozaik po. Me si duket udhtimi me... Jemi me sklavin, DMC, Jul Cezari me karrocë ku ka. Ja ve, si Jul Cezari me karrocë. Po. E kanë bërë një 5-6 sklavë, da? Sklavit, non-stop 24/7, aktivizohu. Na kanë shëtit në për Lisbon, na kanë klaqë për atë. Seriozisht po. Se binte edhe shi binte. Dhe duheshte patjetër të marrim një Bolt. Si çfarë bojnë këta djemë këtu? I pres djemë të bëhen gati. For the last, louder. And you give you. Thank you all. Thank you. You're amazing. Nice. Fatmir dhe shetikin duke dhe po atja t'u apin pare. Pare. Ne nuk shkojmë tu amarim, ama për tu dhënë. Time. Dhe u apin. Sa t'u apin? Ka 20 cent njëse. Pa, 10 dinar kene. Si u duket? Free shots and look, the home shot. Beep. Alright. Beep. Yes, all three of us, guys. All free shots. Alright, let's go. Tequila. How are you feeling? I'm feeling amazing. Alright. End of time. That's time. How are you feeling? Let me know. In Lisbon, Eddie had the brilliant idea to explore the castle. Meanwhile, Eden and Fatmir completely forgot to book the train and ended up leaving earlier by bus. So while they're on their little road trip adventure, Eddie gets the bonus round. More time to explore, find some fishy spots, and really enjoy the castle vibes like a king. Pasi e pam dhe trenin e famshëm të Lisbonit, tani vazhdojmë për ke Kështjella. Rrugët janë pak për të lartë, kështu që me njëherë i diktoj këmbët, dhimbje të këmbët dhe me thënë. E donin e Fatmiri kanë humbë shumë që si kanë pa këta rrugë të bukura kështu. Këto pamje Kështjellën, po si do qoftë, pasi do kthehemi në 13-in në mëngjes në Lisbon, do të kemi edhe 18-in edhe 14-in për ta parë edhe më shumë qytetin, edhe për çetit më shumë, për të shku më shumë në ndonjë klub apo bar. Po si do qoftë, edhe këto 3 ditë ishin mjaft të bukura. Kështjella është duke na prit nga viti 1147. Do presi edhe një 10 minuta, jo më shumë. Këtu ndodhet hyrja për në Kështjellë. Hyrja ishte vetëm 8 € dhe tani do ta eksploroj pak më shumë. Top këtu, këtë topin duhet ta shohë Fatmiri. I kamerak topat e vjetër, ato të mdhenjë të përdorur në rrëzimin e mureve të Konstantinopolës, bazilikat që kishin disa defekte me të cilat u pushtua Konstantinopoja. Ta janë më të vegjël, ndoshta i pëlqejnë, ndoshta jo.
Kjo është pamja e Lisbonit, qendrës, kurse kështjella është ndërtuar në shekullin 19, në kohën e pushtimeve islamike. Pastaj në shekullin e 16 është rindërtuar nga mbreti i parë i Portugalisë, që quheshte Alfonso i parë. Dhe këtu është statuja e Alfonsos të parë, i cili çliroi apo pushtoi Portugalin me ndihmën e kryqëzatave. Ky djali këtu, ambicios. Pastaj do vazhdojmë lart. Këtu kemi dhe më shumë topa luftarak. Këto janë disa mbetje të pallatit Royal Palace of the Alçachova. Se dje e thashe të si duhet. Jemi loth pak. Kjo është një pamje tjetër e qytetit. Duket Brasilianët. Kjo është kështjella, në të cilën do hyjmë tani. Ka dhe disa mbetje apo koleksion arkeologjik që daton nga shekulli 7, por do ta gjej, do të jetë kjo zona këtu. Dhe mbetje të disa artefakteve që datojnë nga periudha islamike shekulli 10-11.